Policia e shtetit ka bërë ndryshime të rëndësishme në disa komisariate të vendit duke emëruar dhe transferuar disa drejtues në nivele kyçe të strukturave lokale. Mësohet se ndryshime ka pasur në qytetin e Dibrës, në Elbasan apo dhe Tiranë, po ashtu ka patur ndryshime në komisariatet e Shkodrës apo edhe te krimet e rënda në DPPSH. Kryekomisar Maringlen Duçi me detyrë shef komisariati në Malësi të Madhe, DVP Shkodër, emërohet shef komisariati në Dibër. Kryekomisar Nertila Meta, deri më tani specialiste në sektorin kundër dhunës në familje dhe mbrojtjes së të miturve në drejtorinë për krimet në volum, emërohet shefe komisariati në Librazht. Kryekomisar Elton Halili, që drejtonte komisariatin e policisë Librazht, transferohet si shef komisariati në Bulqiz. Kryekomisar Edvin Peci, me detyrë shef komisariati në Bulqiz, emërohet shef komisariati në komisariatin e policisë nr. 6 në Tiranë. Kryekomisar Erdit Rrçeku, që drejtonte komisariatin e policisë nr. 6 në kryeqytet, emërohet shef sektori për krimet në volum në Elbasan. Komisar Claudio Zhupa, që mbante detyrën e shefit të seksionit për krimet në volum në komisariatin e policisë Kavaj, emërohet shef komisariati në Malësi të Madhe. Kryekomisar Altin Lila, me detyrë shef komisariati në Dibër, emërohet specialist për hetimin e krimeve ndaj personit në drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda në DPPSH. Këto lëvizje janë pjesë e riorganizimit të brendshëm të policisë së shtetit, me synim forcimin e drejtimit lokal dhe rritjen e efikasitetit të strukturave hetimore në territor.